Emigrimi i të rinjve është kthyer në një sfidë serioze për shumë fshatra të Shqipërisë. Edhe fshati Sterbeq, në Bashkinë Malësi e Madhe, është prekur ndjeshëm nga largimi i banorëve. Mbi 70% e popullsisë është larguar ndër vite, kryesisht të rinjt, duke lënë pas të moshuarit dhe duke ndikuar drejt për drejt në mungesën e fuqisë punëtore në zonë. Sipas banorëve, dikur fshati ishte plot jetë dhe gjallëri nga të rinjt, ndërsa sot numri i tyre nuk i kalon 15 persona. Para një dekade, ky fshat numëronte mbi 450 banor, ndërsa aktualisht kanë bëtur rreth 130. Banorët thonë se vështirësitë ekonomike, mungesa e investimeve dhe pamundësia për të ndërtuar një të ardhme në vend kanë detyruar shumë familje dhe të rinj të marrin rrugën e emigrimit në kërkim të një jete më të mirë. Ja, s'ke ku mi marrë. Sa mund të kenë vllajt? Po janë 150 shtëpia në kënë. Shtëpiat janë pa njerëz. Shumica. S'ka me të kush. Na, pensionista e në tona që këna me të. Ja, s'ka. Ja, mund të kenë vllajt. Po është lagja deri te shkolla është. Ja, s'ka tjera. Njerëzit kanë ikë, fëmija e në shtetit, marrë këto, vetëm thotë çau, falemindershit, kërëve e punë. Kjo është tonë problemi. S'ka të rritë. Të ri kanë ikë tonë. Maj modhi është 93 baba em, tjertë janë 60 jam edhe vetë. Ata na, ku janë fëmija? Ban baba fëmijë moj, jo s'ban. Pa kanë me të morë borë, që kanë me të tonë të shkrujet. Të shkrujet janë tonë. Tonë kanë me të shqyqysh janë 2 deta, shë kur 3 mjetë është ditë ka shkoj me që. Sa të ri mund të jetë tonë në këzona se beqit? Ka, do të ri, ka, po pak për zotën. Edhe pse Sterbeqi ndodhet buz liçenit të Shkodrës dhe ka potencial të madh për zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë lokale, mungesa e investimeve nga shteti ka bërë që të rinjt ta shohin emigrimin si të vetmen mundësi për të ndërtuar të ardhmen e tyre.